Kosova ka moshën mesatare më të re në Evropë. Kjo sipas platformës gjermane Statista, ku janë publikuar të dhënat për moshën mesatare në Evropë përfshi 47 shtete. 31.1 vjeç është mosha mesatare e popullsisë në Kosovë, pra më e reja në Evropë. Ndërsa Shqipëria renditet si e gjashta në këtë listë me moshën mesatare 38.8 vjeç. Në fund të kësaj liste qëndron Italia si vendi me popullsinë më të vjetër në Evropë, me moshën mesatare 48.7 vjeç. Hajde tash të kthehemi pak në kohë të shumë se qysh ka qenë mosha mesatare në vitet e kalume në Kosovë. Regjistrimi i popullsisë i realizuar në vitin 2024 në Kosovë tregon moshën mesatare 34.8 vjeç. E nëse kthehemi hala më shumë në kohë në vitin 2011, regjistrimi i popullsisë në Kosovë kur u realizua në atë vit tregonte moshën mesatare të popullsisë në Kosovë 29.9 vjeç. Kjo tregon se që nga ajo kohë e deri në vitin 2024, mosha mesatare e popullsisë në Kosovë është rritur.